Po si të më këmbet Shqipëria nga ana ekonomike? Si të bëhet që të rinë këtu, të punojnë, të kontribojnë për veten e tyre, për familjet e tyre, të paguajnë sigurimet shoqërore. Sipërmarrësit kenë mundësinë që sipërmarrësit të paguajnë sigurimet shoqërore të punëtorëve në mënyrë që pensionistët marrin pension. 1-2 punëtor punon akoma në të zezë. Nuk ka vend të Evropës që ndodh kjo. Mbase në Afrikë ndodh. Po vend të Evropës ku 50% e punëtorëve punojnë në të zezë, nuk ka vend. E prandaj nuk ka vend të Evropës ku pensionet janë kaq të ulta sa në Shqipëri. Me utall, me thonë pensioni mesatar është 180 euro, është me utall. Ju e dini shumë mirë. Këtu 180 euro, unë nga mbo llogari, i thonë për ditë duhet hash vetëm bukë kos. Dhe i thash zotëris këtu, më tha e kam pensioni 240.000 lekë. I thash ti që ke i pasur, se për qeverin ti që ke mbi mesataren. Pra qofse mesatare është 180.000 lekë, ti që ke borgjezia e pensionistëve, ti e nga ata që shef qeveria thotë vetëm një taks shtesë që të mundsoj tjerëve. Pra ky është kulmi. Pra mjerimi, pensioni mesatar është i mjerushëm. Lere më pensioni minimal. Kjo është tallesh me njerëzit, këta janë kujdes që pensionet e deputetëve dhe ministrave të nisin nga 1,5 milion e sipër.